Përshëndetje se mirë se erdhët në këtë kanal. Më bëhet shumë qejf që këtu në këtë video. Siç mund të shikoni, jam në makinë sepse jam duke shkuar rrugës për në aeroport. Siç mund të lexoni edhe këtë titull, unë jam duke udhëtuar për herë të parë për këtë vit për në Shqipëri, kështu që ju marr me vete dhe kam vendosur pse mos ju marr me vete për udhëtim të parë për 2026-ën. Kështu që jam tash i gati, kam bërë valigjet edhe nuk i marr me vete në video për arsye se dola e bëra biletën shumë spontane, më fjalë kam bërë dje, sot kam bërë valigjet, sot kam bërë gjithë planet e mia, jam bërë gati edhe të them të drejtën është udhëtimi që jam duke udhëtuar vetëm me çunin e vogël, për arsye se çuni i madh siç e dini ju që është në shkollë, edhe kështu që për arsye se është në shkollë nuk mund të lej shkollën, kështu që duhet të udhëtoj vetëm edhe kam, më them drejtën edhe Sofiani është këtu. Shikoni. Edhe kështu që di marrë me vete, jeni me mua. Ne sapo kemi ardhur në aeroport, ndërkohë që po bën parkingun për shortime, dhe çunin e ka në dorë, dhe tash nuk do iki, edhe japi valizhin se check-in e kam bërë dje, kështu që ikim rena. Edhe koha sot që ka shumë bukur. Nie mam Bescheid, oder? Me avión. Të rrim tu, kemi ora është 2:10 minuta, kështu që kemi edhe një orë, të duhet me prit pjesa të hapit gate-i, edhe kështu që të presim pak. Edhe Sofiani të lejt për gjumë. Të tregoj vetëm outfitin, kam vjen shumë plek bluzën e zezë me pantalonat edhe me sneakers. Kështu, që t'jem pak sportive, edhe quni ashtu. Tash do ikim ke gate të presim. Sofiani, po i pëlqen? Pëlqen avioni, mami? Ne shkojmë ke avioni tash i lartë, ha? Sofiani rrin ke gjami, dhe merë gjumi. Sofiani, është mastu. Jam duke shuar pamjen, se duke shumë bukur. Jam e mahnitur masajt. Wow. Sa bukur duke se keni delë. Kështu që të regoj sa bukur duke. Edhe nuk ngope, kjo është. Ne sapo arritëm tani këtu në aeroport, në Tiranë, edhe jemi duke pritur se duke presim valigjet. Edhe Sofiani po e merr akoma gjumë, më thënë drejtën, por ka luftuar me vetveten sot,
që s'ka fletur fare gjumë. Vetëm 20 minuta, Sofia? Përshëndetje të them Gjesi. Gjesi, Sofian. Është dita tjetër që kemi arritur në Shqipëri. Edhe kështu që jemi me tezën Robin. Sofian do ikim blem një herë një kartë Vodafone për arsye se nuk kam internet, edhe do ta shfrytëzoj rastin. Edhe atë do kthej lekët. Do pim një kafe. Ndoshta do shkojmë këtë rregull. Do shikojmë një herë se motrën e kam smurë, kështu që do të jemi pak më të shpejta sot. Okej, ju me vete. A mami, ku jeti këtu? Jemi kilonisht, ja? Sofian. Avash. Jema gazën këstera, ja. Mi ka vjellur syze. Që mori syze ti, faj? Se të vjell janë syze. Shishi. Edhe ikën pim kafe, në kohë që edha kartën identitetit, ma boj kartën për internetin. Që dhe kemi internet pakten, sepse nuk mund të shkarkoj asë i gjatë tëre. Tash jemi ullur me lokal këtu afër Kilagja, se më thonë drejtë do të losë të qunë pak me vlograt, edhe është duke lozur aty. Në kohë që ne popim kafe, unë mora një macchiato, edhe koha që ka fantastike njërës, nuk e dis. Në pa pjesë, unë vin nga koha që është -8 gradë me bohor, edhe këtu po plas nga baba, e kam hequr gjaketën. A Sofian? Që po bën mami? Që po bën? Edhe atëherë ndërkohë që po pres edhe kartën e telefonit që të kemi internet. Mama, ne ka rrika. Se keni ndaj që ka rrika të tash po pres e mirë këtu. Desë të marrë kartën edhe tiki. Qa dhe mami, hëndi ke mami jote. Qa dojsh? Që po do të tezja? Ta mora lodra. Ku i dash? Në auto i lash grotësënë? Në auto i lash? Tash sa bëra internetin, marrova gjithë punët. Edhe pi kafe, mora qujnë palatina. Edhe tash do hipim makinë dhe iki të kthej lekët sepse i kam gjithë euro. Kështu që dy marrë sa gjatë ditës me vete. Jemi për momenti kënë të egu. Që një ka zanë gjomë edhe jemi duke blej disa qëra. Ika? Jo, ikim. Te këtë sigur. E piccolo. No, nuk pëlqen. Jo, nuk i Hajde. pëlqen. Ikim? Ato dhe aty ja. Hajde. Ose këto ma këtë, kjo për jetën vetë. Jo, s'ka. Edhe e gri shumë e bukur. Shikoj hapi atë. Provoj një gjaketë po. Jo, pantallonat hapi, se gjaketën se ka Ta problem. provoj edhe gjaketën, po ja japun. Ky është medium, ta jap large. Shiko më t'jap largën e kësaj. Është material tjetër, kjo është më e lirë. Më e mirë. Ma e lirë, jo ma e mirë. Tjetër e këtij vlogut, po mundohem të bëj vetëm pjesë sepse më vërtet kam shumë punë për të mbaruar këtu në Shqipëri. Kemi ardhur tash ke lokali, kemi pi kafe, kemi hangur disa petlla, dhe këta petlla të tjera di marr me vete sepse janë pa sheqer pluhur e të tjera. Mirë, haje këtë. Jo, nuk e do më ka. Jo, nuk munde. Edhe ikim. Sofiani u knash duke lozur me rërën. A vash Sofian? Ua! A vash? Mund të flasim pak për këtë pamje kaq të bukur. Jemi mes janarit njerëz. Duke qenë në Shqipëri, ndjen që nuk është janar, se në Gjermani e din që po bien bore e të tjerë, ndërsa këtu është deti, edhe është shumë vapë, është kohë e bukur, edhe nuk di çfarë të bëjmë, është shumë gjë. Do të hipesh aty lart, jo mami, hajde të ikim të bëjmë xhiro. Hajde të ikim të bëjmë xhiro tash, hajde. Wow, Sofian. Hajde. Avash. Avash mami, avash. Hajde mami. Avash si ka fëmijë tjera? Jep e ime. Avash do vritesh. Ku do shkë? Ja, gjen rutje? Zusammen? Hajde, ikim atjera, daj një gjiro.
Nuk do me lazma, okej, hajde. Ndërkohë nga plazhi erdhëm tash në Durrës, ke Volga, ke pista këtu. Edhe është pamje shumë e bukur, se motra ime s'kishte parë. Kështu që marr me vete të tregoja. Hajde. Sa bukur është tash. Edhe perëndimi sa bukur duket. Jemi tuke zbritur tash këtu me çonin. Shikojmë afër ke deti. Hajde. Mi janë ke restoranti këtu ku ka sufllaçe, restorant grek. Më thënë drejtën tash i pyeta për mishin, që mos të ngatrohemi. E di që hajnë gjithmonë halal. Edhe ndërkohë po presim, po rrim tu edhe po presim motrën, se ka dalë pak anena, edhe që bamë të bukur. Edhe Sofian ka marrë një çumçakis. Ha? Edhe si sot ditë diele që kemi këtu në Shqipëri, në fjalë ka shumë njerëz në përkant, po dalin, po pin kafe, po shijojnë. Ndërkohë që thash na pse mos ta vazhdoj unë këtë videon, që mos i le pa një pjesë të jetës time. Më pëlqen shumë Shqipëria, është vendi im, e themi kështu. Kështu kur vjen këtu, rehatohesh, relaksohesh, pushon, han, pin. S'ke probleme, s'ke hall. Derisa kur shkon në Gjermani punon edhe arrin shtëpi mbyllur. Se në këto kohë në Gjermani është shumë ftoftë, siç e dini edhe ju vetë. Një ditë tjetër në Shqipëri, kemi hangër tost me motrën, jemi këtu në kafe. Ishim ke parukeri, lam pak flokët, i rregullum. Do mundohem të paktën në këtë video ta bëj gjithmonë pjesë, sepse nuk kam me vërtet kohë, edhe jam shumë e ngarkuar. Por gjithsesi unë do bëj një video për ju ekstra. Po fluturojnë flokët, që ka kohë shumë e bukur sot. Pse po më del kjo këtu shumë. Ndërkohë që tash do ikim edhe pak e tregu se kemi disa puna atje. Pa njerëz kemi arë ke parukera. Tha do më kapin dorë. Tash hajde. Sa dy motrat janë aty duke marruar flokët edhe prejaria dhe larja. Ora është 5:30 mëngjesit, jam në aeroport. Edhe fëmija për merr xhumin, ndërkohë që unë do kthehem për në Gjermani, edhe doja të bëhesh një mbyllje këtu në aeroport. Edhe kështu që kaq kisha.